nga prioritet kryesor të shoqërisë tonë është dedikimi i futbolistëve të talentuar të ndërmosha të reja dhe afrimi i tyre në profesionin renale. Në periudhën shtator 2024 kemi përzgjedhur futbollistë të moshave 2012 dhe 2013. Po ashtu pa harruar rëndësinë e përmirësimit të kushteve të infrastrukturës. Shoqata renale futbolli vazhdon në bashkëpunim me të gjitha shoqatat anëtare të mbështetur nga FSHF dhe të kërkojë që pushteti vendor të ofrojë mundësi për ndërtimin e fushave të reja dhe komplekse renale. Fokusi ynë mbetet rinia, grassroots dhe zhvillimi i futbollit të vajzave, duke vijuar me projekte si UEFA Playmakers dhe 100 fushat për të përmirësuar infrastrukturën sportive. Ky rajon, ashtu si gjithë Shqipëria, përballet me sfida të mëdha të shpopullimit. Pavarësisht kësaj, ju keni ditur të afroni ekipe dhe akademi të reja, të cilat do të ndihmojnë në rritjen e lojtarëve amator që afrohen në futboll e që në të ardhmen do të furnizojnë kampionatet tona dhe ekipet kombëtare. Shoqata renale e Elbasanit do të vazhdojë angazhimin për gjetjen e sponsorëve lokal dhe të punojnë në mënyrë konstruktive për të ndërtuar një të ardhmen të ndritur për futbollin shqiptar. Fal punës dhe përkushtimit të vazhdueshëm, Elbasani është qytet që gëzon praninë më të madhe të tifozëve të apasionuar pas futbollit, duke dëshmuar dashuri dhe mbështetjen e pandërprerë për këtë sport.